Mes shumë personazheve të njohur, në një moment prekës, Luis Eli është parë teksa i shkon për ngushëllime, Desart Kelmendi Gjestit, i cili humbi të vëllain e tij pas aksidentit tragjik në Pej. Mes shumë personazheve të njohur që morën pjesë në ceremoninë martore, Gjesti i Luizit është veçuar për ngrohtësinë dhe respektin që tregoi në këtë ditë të vështira për familjen Kelmendi. Ky solidarizim i figurave publike tregon se dhimbja humbjes si bashkon njerëzit përtej famës e karrierës. Tragedia që goditi familjen Kelmendi pas humbjes së 15 vjeçarit, Eldion Kelmendi, ka prekur thellë jo vetëm të afërmit, por edhe miq, koleg dhe ish banor të Big Brother VIP Albania, ku mori pjesë fituesi i këtij edicioni, Gjesti. Në ceremoninë martore të mbajtur në fshatin Pavlan të Pejës, të pranishëm, ishin shumë persona që shprehen dhimbjen dhe ngushëllimet e tyre. Mes tyre u pa edhe Egli Tako, e cila ka qenë një nga figurat e afërta me Gjestin gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Egli shihet duke ngushëlluar Gjestin, ndërsa emocionet dhe dhimbja pasqyrohen qartë në fytyrat e tyre. Pamjet nga varrimi tregojnë se Egli së bashku me ish banorët të tjerë të Big Brother VIP, Danja dhe Rizarta, kanë qenë pranë Gjestit në këto momente tepër të vështira. Ata shihen të gjithë të përlotur, të prekur thellë nga tragjedia dhe të bashkuar për t'i dhënë forcë mikut të tyre. Ky moment prekës, ku shihet Egli, Danja dhe Rizarta pranë Gjestit, dëshmon edhe njëherë se dhimbja e humbjes është e përbashkët dhe se përballë tragjedive, solidaritetit dhe njerëzillëkut bëhen më të fortë se gjithçka tjetër. Në mesin e të pranishmëve VIP ishte edhe këngëtarja e njohur Dafina Zeqiri, e cila u shfaq krah bashkëshortit të saj Kreshnik Gjergji. Pamjet nga ceremonia tregojnë momentin prekës kur Dafina e përqafon Gjestin, duke i dhënë mbështetje dhe duke i shprehur ngushëllimet më të sinqerta në këtë ditë të rëndë. Pranë saj, së bashku me bashkëshortin, por edhe plot miqve e kolegëve të Gjestit, është vlerësuar si një gest i madh solidariteti, duke treguar se arti dhe fama mbeten në plan të dytë përballë një tragjedie kaq të madhe familjare.